Agjentët e Reneas dhe Antidroga e Tiranës arrestojnë në zonën e ish-bllokut të shumë kërkuarin për trafik droge Ardian Halili. Pas informacioneve të marra në rrugë operative se i kërkuari që prej gati 2 vite zgjendej në Tiranë, kishte nisur dhe puna për kapjen e tij. Mesditën e së martës me automjete të blinduara dhe në masa të rrepta sigurie të cilat monitoroheshin nga lart me helikopter, është mundur të vjetën pranga Halili, i cili nga burime të besueshme policore nuk ka bërë as pak rezistencë. Të tjera burime të sigurta bëjnë të ditur se trafikanti u arrestuan në ambientet e një lokali luksoz në ish-bllok, që prej 15 dhjetorit të vitit 2009, Ardian Halili ishte identifikuar dhe shpallur në kërkim policor, pasi shpëtoi prangave gjatë operacionit të koduar piloti. Aso kohë policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale sasin prej 150 kg hashash, e cila kishte silin Gjirokastër Greqi ku ishte dhe tregu i shitjes. Piloti u zhvillua në fund të vitit 2009 në aksin rrugor Gjirokastër Derviçan. Në momenti kur drejtuesi i automjetit kishte parë forcat policore, kishte shtuar shpejtësinë dhe ishte përplasur me bordurën. Më pas kishte braktisur makinën dhe ishte larguar në drejtim të paditur. Pas 2 vitesh kërkim, arratia e Ardian Halilit ka marrë fund mesditën e së martës.